Unë jam doktori Selda Sedia dhe mirë se erdhët në episodin e radhës. Sot do të flasim për çfarë është luksi i brendshëm. Jo për atë që blihet, po për atë që shfaqet. Për luksin më të rrallë nga të gjithë, qetësinë e brendshme. Luksi i brendshëm është aftësia për të ndalur, edhe kur bota vazhdon të vrapojë. Është hapësira ku mendja pushon dhe trupi ndjen siguri. Meditimi nuk është detyrë, është privilegj. Një moment ku nuk ke pse të përgjigjesh, nuk ke pse të provosh, nuk ke pse të jesh askush tjetër. Në këtë hapësirë, ti nuk konsumon asgjë, ti vetëm rikthehesh. Lejo frymarrjen të jetë ashtu, siç është, pa e rregulluar, pa e udhëhequr. Fryma e natyrshme është forma më e rafinuar e qetësisë. Sa më pak ndëryn, aq më shumë hapet luksi i brendshëm. Meditimet nuk janë pjesë e armikut tënd që ti ndoshta ndjen për brenda në mënyrë spontane. Mendimet nuk janë armik, ato janë shenjë jete. Por në meditimin e sotëm, ti nuk ke nevojë të ndjekësh ato. Lejoj të kalojnë, si njerëz në një sallon modern ku ti po ri ulur dhe qëndron i qetë në vendin tënd dhe i lë ato të kalojnë. Kështu duhet ta përfytyrosh. Kur mendja ndalon së shtyri, trupi hyn në rregullim natyror. Ritmet zbuten, tensionet lirohen, ndërgjegja zgjerohet. Ky nuk është luks i jashtëm, është përkujdesje e brendshme e nivelit më të lartë që ekziston. Nëse sot ndihesh i lodhur, i raskapitur, i mbingarkuar ose thjesht bosh, duhet të dish këtë. Të ndalesh nuk është dobësi, është klasë, është privilegj, është hapësira më e bukur ndaj vetes. Ky luks nuk mbaron me meditimin. Ai shkon me ty. Në mënyrën se si flet, si dëgjon, si merr frym. Luksi i brendshëm është aty, me ty. Është gjendja ku nuk ke nevojë për më shumë, ku nuk ke nevojë për të ndjerë mjaftueshëm. Luksi i brendshëm nuk është një ndjesi që vjen dhe ikën. Ai nuk varet nga rrethanat. As nga ajo që ti ke arritur, as nga ajo që ty të rrethon. Ai lind kur mendja pushon së kërkuari më shumë dhe fillon të respektoj atë që është. Ndryshe nga çdo luks tjetër, ky lloj luksi nuk të konsumon. Sa më shumë e prek, aq më shumë zgjerohet. Sa më shumë ndalesh në të, aq më i qëndrueshëm bëhet. Është qetësia që mbetet edhe gjatë meditimit. Është butësia që shfaqet në vendimmarrje. Është qetësia që ndikon në mënyrën se si ti jeton brenda teje. Luksi i brendshëm shfaqet në gjërat e vogla, në mënyrën si dëgjon dikë. Dikë pa u nxituar ndërsa flet, në mënyrën si vendos kufi pa faj. Ky është luksi i qëndrueshëm, i heshtur, i padukshëm. I padukshëm për syrin e jashtëm, por i thellë për atë që ti po përjeton tani. Qëndro edhe pak këtu, në këtë qetësi, bashkë me mua, pa u shpërndar. Luksi është i brendshëm dhe këtë e tham. Nuk është ajo që tregon, është ajo që ti mban. Është pikërisht qetësia që nuk të braktis. Edhe kur gjithçka
ndryshon përreth teje. Është pikërisht ai luksi i vërtet i brendshëm që jeton brenda teje, që jeton plotësisht me veten tënde. Luksi i vërtet është kur je plotësisht me veten. Unë jam doktori Selda Sedia, faleminderit që ishit me mua në këtë episod. Bashkë do të shihemi së shpejti në puntatën e radhës. Mirupafshim.